Është hera parë që e dëgjoj, po kam përshtypjen që flitet edhe për një ministër që ka dhënë dorëheqjen. Flitet për një ministër mashkull, që bëhet fjalë që është në detyrë, jo një nga zonjat, jo një nga gratë e qeverisë. Nuk di t'ju them detaje, sepse për herë kam dashur që t'jem korrekt me të gjitha informacionet që ju jap dhe me fakte, me deklaratat. Fjalë ka shumë, por pa diskutim në krye të gjithë kësaj bande të korruptuarish qëndron një individ që është Edi Rama. Dhe për sa kohë ne nuk e adresojmë dhe targetojmë në kokë problemin, dhe koka ka qenë, është dhe do t'jetë Edi Rama, mund të jenë shumë ministra non grata, mund të jenë shumë zyrtar të kallëzuar dhe me akuzë të komunikuar në SPAK, por problemi do të mbetet sërish në këmbë për sa kohë është Rama. Është Rama që kriminalizoi shoqërinë, kriminalizoi qeverisjen, kriminalizoi pushtetin lokal, dhe është Edi Rama që bëri, nëse mbani mend që në 2013 më përpara, aleancën e qelpsirave me çdo kusht për të mposhtur Sali Berishën në vitin 2013. Kështu që këtë modelin politike ka futur Edi Rama dhe problemi është Edi Rama. E qartë. Zoti Gëlliçi, ka një perceptim. Këtu edhe si pjesë e moderimeve drejt për drejta në këtë studio, nuk është se kemi deputet majtas që vinë pa çka se i kërkojmë për intervista, por ky është një diskutim tjetër. Në raport me opozitën, kam këtu parasysh një deklaratë të zotit Berisha, ku nuk lejohet më, dhe kjo është një vendimarrje brenda jush, që të keni, le të themi, nëse Belind Gëlliçi del në një program televiziv, duhet ketë përballë, që është krejt logjike. Po, personin përkatës nga Partia Socialiste, pala kundërshtare, gjë që nuk ka ndodhur. Si e shihni këtë mos dëshirë që t'i bëhen pjesë e debatit vetë Partia Socialiste, më tepër një stepje apo lexoni diçka tjetër, një formë ndjemasi apo arrogancë për tu përballë? Jo, nuk është arrogancë, por është taktik për të fshehur problematikat e tyre. Se e para nuk kam për çfarë dalin nëpër studio njëherë. Në momentin që dalin për debatuar me palën përballë. Dalin vetëm. Dalin vetëm. Pra nuk dalin dot me deputet apo funksionar të Partisë Demokratike, sepse deputetet e Partisë Demokratike janë ata që i nxjerrin aferat, janë ata që i nxjerrin dokumentat, janë ata që i bëjnë bilancin e 12 viteve, dhe nëse do të kenë një kundërpalë në debat, sigurisht nuk do të kenë mundësinë të thonë që fajin e ka Saliu dhe po qeverisë kej Saliu, ndërkohë që ka 12 vite në pushtet Edi Rama. Sepse ju po të dëgjoni retorikën, ju dëgjoni që kur vinë në monologjet e tyre deputetët e PS-s thonë fajin e ka Berisha, fajin e ka opozita për insenatorin, fajin e ka opozita për tunelin, fajin e ka opozita pse vjedh Edi Rama, fajin e ka opozita pse po keq qeverisë Shqipëria. Kështu që në momentin që do ketë dy palë përballë në debat, ata nuk e kanë më këtë alibi. Nga ana tjetër, mos harroni, në grupin parlamentar të Partisë Socialiste janë rreth 53 deputet të rinj që vinë për herë të parë, por që as nuk ja kanë iden dhe nuk i thonë asgjë publikut, janë njerëz anonim, pa rekorde publike, një pjesë e madhe, nuk po them që të gjithë, pas një rekord publik, ti edhe nëse i fut emrat në Google, nuk gjen dot asnjë informacion se kush janë. Nuk kanë asnjë historik, edhe pse në zgjedhjet e 11 majit ke rast unikal në botë, ku një gocë e re në Elbasan 27 vjeç që nuk e njeh asnjëri, merr 20.000 vota, rekord, del njeriu më i votuar, ja kalon dhe Edi Ramës vetë Taulan Ballës e të gjithëve. Si të është dukur parlamenti ajo? Me që jemi këtu. Ka folë njërë deri tash, s'ka përveç se ka thënë ditë që janë princesha Burgut, diçka e tillë, asnjë koment tjetër. Pra, të mbetemi të thelbi. Ke njerëz që nuk kanë asnjë lloj përgatitje për dalë për të përballur një debat me opozitën, sepse nuk dinë çfarë thonë dhe nuk e kanë iden edhe për çfarë janë aty, përveç faktit që janë karton. Në momentin që në kuvend Taulan Balla ngre kartonin, ata as nuk e dinë për çfarë po votohet, as nuk e kanë iden çfarë po ndodh. Thjesht ngren kartonin dhe janë okay, firmosin për rrogën dhe ikin dhe mirupafshim. E njëjta gjë, nisita ndodh në komisionet parlamentare. Ju po të ndiqni komisionet parlamentare, janë vetëm disa deputet të Partisë Socialiste me eksperiencë që mbajnë debatin, ndërkohë që të gjithë deputetët e tjerë i jepet një material i shkruar, lexojnë çfarë i është dhënë dhe nuk e kanë iden as çka kanë lexuar. A është ky momentumi më i mirë për opozitën për të kundërvepruar, zoti Gëlliçi, me zhvillimet që folëm e çka ndodhur dhe për të gjithë atë pjesë të elektoratit që po ju quan alternativën më të shëndetshme për të ndodhur rotacioni? Patjetër që po. Ky është një moment i artë, unë nuk besoj që do të vi më një moment në cilin kapet kaq në flagrancë zëvendës kryeministre. Dhe mos harroni që keni zëvendës kryeministrin tjetër, keni narrati. Pra është një standard i paprecedentur. Çfarë do të thotë nëse do të bëj bashkëpunëtorja ime drejtësinë? Mirë do të kishte qenë në fakt, por nuk besoj ke kjo drejtësi, sepse zoti Ahmetaj nuk ka nevojë që të marrë statusin e bashkëpunëtorit, e ka dhënë dëshminë e tij.
Zoti Ahmetaj ka dhënë 3 intervista në mos gaboj. Për Qimpekën. Ka dhënë intervista bombastike me fakte, me prova, mjaftonte një letër porosie se kur e kanë gjetur gazetarët se ku është zoti Ahmetaj, mund ta gjente fare mirë edhe një agent i Spagut për të shkuar për t'i marrë një deklaratë. Dhe mos harroni që për tunelin e Llogaras për herë të parë ka folur vetë Arben Ahmetaj nga Aratia dhe ka dhënë detaje të cilat janë faktuar 4-sipërisht tashmë nga Spaku që janë të vërteta. Dhe do duhet kishte interes Spaku në këtë rast që t'i merrte dëshminë, se ka qenë zyrtari më i lartë i shtetit dhe ai pas Edi Ramës. Ka qenë krau djathi kryeministrit 10 vite. Por kjo nuk ndodh sepse ke një drejtësi me regji, ke një drejtësi që nuk i intereson zbardhjet e vërteta. Ke një drejtësi që i intereson të godas me standard të dyfisht opozitën sa të mundet. Mos harroni, një vit para zgjedhjeve u goditën me proceset montuara të 3 drejtuesit kryesorë të partive politike opozitare, zoti Berisha, zoti Meta, zoti Mediu, dhe ndërkohë ke një drejtësi që sot nuk ka një mas. Unë kam duar trokitur komunikimin e akuzës së zotit Premçi, po nga ana tjetër për Belinda Ballukun, por nga ana tjetër nuk mundet të mohoj faktin dhe habin e madhe që si ka mundësi që nuk ka mas sigurie për zonjën Ballukun. Se çdo ditë që ajo shkon zyrë, është një alibi më shumë, është një motiv më shumë për të prishur dokumentat, për të prishur provat, për të shkatruar protokollin, për të shkatruar procedurën, për të ndërhyrë procedurë. A mund të ketë, mund të funksionojë këtu empatia nëse kërkojnë këto masat për burg duke flasur për një grua, flasin për një nënë? Nuk po themi për mas për burg. E keni fjalën më të lehtë ndoshta? Mas sigurie mund të jetë e para, mund të ishte edhe detyrimi paraqitjes ose? Detyrimi paraqitjes, pezullimi nga detyra. Po pezullimi nga detyra është minimumi, pezullimi nga detyra, bllokimi i pasaportës, i ka Spaku këto metodika që i ka vetë Spaku. Tani kthehemi pak tek opozita që ju pyeta. Çdo ditë që një person i akuzuar për një aferë ka mundësi të shkojë në zyrën e shtetit ku është kryer afera, ka mundësi të prishi provat. Tani ju të gjithën këtë e shihni si një formë rezistence që ndodh, apo diku do t'i vi fundi dhe një dorëzim qoftë nga ana e rastit të fjala apo vetë që do të kemi qeverisë? një dorëzim të kontrolluar siç ka ndodhur në raste të tjera, qoftë me Bllakon, qoftë me Kokën, qoftë me Beqen, apo me zyrtar tjerë nga Edi Rama. Nuk besoj që në rastin e Ballukut do të kemi një dorëzim të kontrolluar nga Edi Rama. Duke qenë se dhe në atë shkrim, se është shumë i rëndësishëm ai shkrimi që unë ju them që është publikuar nga një media pranë Ramës, që thotë që ky ka qenë një korrupsion gjeopolitik, duke qenë se është pranuar që ka qenë një aferë, është pranuar që është një aferë për llogaritë e Edi Ramës dhe me porositë e Edi Ramës. Kështu që kam përshtypjen që në këtë rast Rama është i detyruar të bashkëtojë shumë gjatë politikisht me Ballukun, por është i detyruar në fund të zhytet së bashku me Ballukun. Dhe një fjali për opozitën që ju pyeta pak më parë se opozita ka shans të ardhë dhe nuk mund të ta lejojë të ikë ky moment sepse nuk besoj se vjen më një rast kaq flagrant i një afere korruptive kaq flagrante. E qartë. E fundit shkurt lutem, kur mendon se mund të ketë zgjedhje për Tiranën? Nuk mund t'ja u jap një përgjigje, varet nga kalkulimet politike të Edi Ramës, që është ai që kontrollon dhe gjykatat, kontrollon edhe organin e akuzës. Por për momentin nuk i leverdis me një drejtuese politike si Balluku nën akuzë për vjedhje dhe të faktuar dhe të kapur në vjedhje, me një situatë kaotike në Tiranë, nuk i leverdis që ai të futet në zgjedhje, sepse vetë sondazhet tuaja të kryera me profesionalizëm treguan që Tirana kërkon ndryshime. Shumë faleminderit zoti Klliçi për kohën dhe për gjithë bisedën realizuar. Faleminderit ju. Përfundon bisedën